Kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar të tjera rritje në buxhetin e shtetit. Rama tha se në vitin 2026 do të nisë praktika e indeksimit vjetor për pagat e punonjësve të sektorit publik në nivel qendror dhe vendor. Ka një tjetër lajm shumë të mirë në projekt buxhetin 2026, i cili është fillimi i praktikës së indeksimit vjetor edhe për pagat e punonjësve të sektorit publik, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor, të cilat do të korrektohen çdo vit në bazë të inflacionit. Kjo është një politikë e re pagash që e kombinuar me rritjen e përgjithshme si rezultat i rritjes pagës minimale për të gjithë, i shton gati 100 milion euro qysh në vitin e parë 2026, shumës që mandati i katërt do të vërë në dispozicion të rritjes së fuqisë blerëse të gjitha kategorive shoqërore. Kështu, konkretisht, 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj. Për specialistë administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lekë të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lekë të reja më shumë në muaj. Për herë të parë, në sektorin e shëndetësisë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë. Po ashtu, edhe për punonjësit e policisë së shtetit, përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë. Rama shpjegoi rritjen në vlera që do të ketë për çdo kategori punonjësish, përfshirë mjekët, infermierët dhe policët, gjithashtu theksoi se kjo praktikë do të jetë e përvitshme.